Përshëndetje, nëse keni ardhur në rast më të marrë. Që bashkëta vëdhës. Në fali për vëdhësën se punë energjia të jarë. Nuk më ndërbohet e pas me krimi lajë. Forumi është i plotësum për fillimin e lajës, fjallën e kafe dojë kështjoj, sot e vështi. Maria përshëndetje, nëse keni ardhur në rast Këshillit Bashkiak Vëdhës. Në mbështetjen e ligjit 139/2015 për vetë qeverisë vendore, linji 53.4, linji 56.2, linji 57.3 i shtojmë se nga rasti Këshillit Bashkiak Vëdhës në datë sot ditën e mërkurë, në datë 26/11/2025, ora 14:00 në sallën e vlerës të Këshillit Bashkiak Padrejtisë Administrative Boshat. Me këtë renditje, pika parë në ligjit, direktivi për çështje përballje të mbledhjes datë 27/10/2025 dhe informacion se do të vetë marrën në këtë ngjarje. Pika 2. Projekt dënim për humbjen e mandatit kantonare të Këshillit Bashkiak Vëdhës. Pika 3. Projekt dënim i dhënies e ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për muajin tetor 2025. Pika 4. Projekt dënim për miratimin e subvencionit të qiras me vlerën e përfitimit për zonën Giovana Marku, Peci dhe Zotin Afem Marku në programin e strehimit subvencionit qiras në tregun e lirë. Pika 5. Projekt dënim për ndryshimin e VKV numër 84, datë 23 janvar 2024 për shtesën e transfertit së pakushtëzuar sektoriale të Bashkisë Vëdhës sipas aktit normativ numër 10, datë 8/10/2025 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjit numër 185/2024 për buxhetin e vitit 2025. Pika 6. Projekt dënim për pranimin të mëshuar zonja Age Tavasia në qendrën për kujdesin të rezidencial për të mëshuar Besa Barbullosh. Pika 7. Projekt dënim për rishqyrtimin e vendimit numër 46, datë 29/8/2025 të Këshillit Bashkiak për dhënien e përdorimit me afat 10 vjeçar sipërfaqes prej 5 hektar për argjenerator, stacione, objekte për kapse e tjerë dhe 3.909 km, 3 km e 909 metrë rrugë për të lidhur në sipërfaqen që do të jetet në përdorim 6.709 km, 6 km 709 metrë në linjë transmetimit të energjisë elektrike në ekonominë periudhore gjatë dënimit. Pika 8. Projekt dënim për një ndryshim dhe shtesën e vendimit numër 37 datë 24/5/2024 të Këshillit Bashkiak për dhënien e përdorimit me afat 9 vjeçar sipërfaqes për 0.5 hektar për qëllime pushimi, argëtimi shëndetësor shoqëror dhe veprimtari turistike, kampingje, këndë lojësh, mjedisi sportive, shtrollëse, kulturore, agroturizëm e tjerë, në ngasmen të ekonomie gjatë dënimit. Pika 9. Projekt dënim për rishqyrtimin e vendimit numër 44, datë 29/8/2025 të Këshillit Bashkiak për dhënien e përdorimit me afat 10 vjeçar për argjenerator sipërfaqe për 5.3 hektar dhe 5.258 km rrugë për të lidhur me sipërfaqen e ekonominë periudhore gjatë dënimit. Pika 10. Projekt dënim për rishqyrtimin e vendimit numër 45, datë 29/8/2025 të Këshillit Bashkiak për dhënien e përdorimit me afat 10 vjeçar për 3 hektar për argjenerator, stacione, objekte për kapse e tjerë dhe 4.063 km rrugë për të lidhur me sipërfaqen që do të jetet në përdorim në ekonominë gjatë dënimit. Dhe pika 11. Shqyrtim dhe diskutim i peticionit për hapjen e një derde kopshti publik me drejt me Bashkinë Vëdhës. Programi i ditë, s'ka kush në pyetje në diskutim? S'ka atëherë hallën për programin e ditë? Pro? 16 vota pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, negator. Atëherë fillojmë me pikën e parë të analitikës. Miratimi i proceduar të mbledhur datë 27/10/2025 si dhe informacione për këtë të marrë në këtë mbledhje. Për këtë pikë analitikë, është mbledhja e radhës kalume, dokumentacione keni përpara, po kush në pyetje s'ka. Për hallën votim. 6 marrë pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, negator. Pika 2. Projekt dënim për humbjen e mandatit kantonarit të Këshillit Bashkiak Vëdhës. Edhe për këtë pikë kanë ditë si keni dokumentacionin përpara. Një antar i Këshillit Bashkiak i subjektit të Partisë Socialdemokrate ka munguar mbi 6 muaj në mbledhjet e Këshillit Bashkiak. Dhe për lloj të më thonë që mos vizit që të dhënë 2015 maj, dhe rregulluar Këshillit Bashkiak dhe humbet mandatin. Se nuk ka marrë pjesë në 6 mbledhje. Atëherë, po kush e pyetje? Atëherë hallëm votim pikën 2.
16 vota pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Fillojmë me pikën 3. Projekt vendim mbi dhënien listë ekonomike nga fondi kushtezuar për muajin tetor 2025. Për këtë pikë kanë gjithë në raportin zonja e listë, editona listë. Të përfitojnë dhënien ekonomike nga fondet e kushtezuara për muajin tetor 2025 në 131 familje me 891.359 në 5.93% të fondit total. Në total përbashkim Banorë Dejes për muajin tetor 2025 në shkollat e plus 891 familje me një fond për 6.864.461 lekë, por 6% i këtij fondi është 411.867 lekë. Ka kush në pyetje në diskutim? Për pikën 3? Për pikën 3 është kaluar në komisjon. Ka kush në pyetje s'ka? E hadi po dush. 16 vota pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Faleminderit. Fillojmë me pikën 4. Projekt vendim për miratimin e solucionit të qiras në rrjen e përfitimit për zonjën Gjovana Marko Peci dhe zotin Afet Marko në programin e trajnimit solucionit të qiras në tregën e mirë. Për këtë pikë të në ditë në redakton Zuri Edmond Leqi. Për dy banorë kanë përshkruar dokumentacionin e fatës për përfituar punën shkiraje. I plotësojnë të gjitha kriteret finale të shënimit finale ekonomike. Është për vlerësimin e dosjeve nga Komisioni i Shërbimit të Bashkisë Ndaj. Në radhë Komisioni pas shërbimit të dosjeve e politikojë për mirësinë pas Ka kush në pyetje në diskutim për pikën 4? Për këtë pikë në dokumentacionin e keni përpara. Pyetje s'ka. Hallën do të pikën 4? Pro? 16 vota pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Fillojmë me pikën 5. Projekt vendim për ndryshimin e VKB numër 84 datë 23 Gjumat 2024 për shtesën e transferit së kushtezuar sektoriale të Bashkisë Vëndajës. Sipas aktit normativ numër 10 datë 8/10/2025 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 115/2024 për buxhetin e vitit 2025. Për këtë pikë kanë ditë në vetëm zoti Marian Marko. Allora Commissione per le finche anni di attività. Përshëndetje. Drejtoria ekonomike dhe menaxhimit financiar. Projekt vendim numër 14 datë 18/1/2025. Ndryshimin e VKB-s numër 84 datë 23/1/2024 për shtesën e transferit së pakushtezuar sektoriale të Bashkisë Vëndajës. Sipas aktit normativ numër 10 datë 8/10/2025. Disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 115 fraksion 2024 për buxhetin e vitit 2025. Atëherë, sipas VKB-s numër 483 datë 2/9/2025 për dhënien shpërblimi personelit të angazhuar në operacione për shkruajtjen e zjarrit. Për këto shpërbime është banë mundur që të paguajnë të kalohen me buxhetin e bashkisë. Dërsa bazuar në aktin normativ numër 10/8/2025, fondet që kanë ardhur nga Ministria për këto shpërbime duhet të kalojnë në llogarinë ekonomike për shkëmbësim operative, për zjarritjen, por për të përdoren për në vazhdimësi për përmirësimin dhe rritjen e cilësisë. Ka kush në pyetje? Për pikën 5. Dokumentacioni e keni përpara,
Komisioni është ndarë që thash. Atëherë, në halë do të pikën 5, pro? 16 vota pro, kundër 7, shënim 7, mirëtohet, përmërsi. Fillojmë me pikën 6. Projektën për pranimin të mëshurës zonjë Akë Tavasie në qendrën për kujdesit rezervistet për të mëshuar besa Barullësh. Për këtë pikë të në gjithë në vërëtën zonja Marketa Lësh. Përshëndetje, bazë të kërkesës së paraqitur pranë sektorit të shërbimit social Bashkia Vaudes të zonja Akë Tavasia për sistemimin e qendrën të mëshuarve besa Barullësh. Paraqesim propozimin tonë për miratën nga ana juaj. Zonja Anga shprehur se jepën e vetme në shtëpinë e saj në listinë administrative shuak. Ka bërë kërkesë të akomodohet në qendër, pasi nuk mund të jetojë më e vetme në atë fshat. Pas vlerësimit tonë situatës sociale dhe shëndetësore, zonja Anga konstatohet se jeton në kushte shumë të vështira ekonomike dhe nuk ka mbështetje familjare të vazhdueshme për kujdes të përgjithshëm. Sa bani ka qenë vesën për kërkesë, sa ka kapacitetin? Ka pas të definitje dhe në kena marrë informacion se ka vend bosh, dhe përdesa ka vend bosh, rasti ka kena mërgjën. E kena ja, në kena folë për para, e kena pyet. Kena folë ashtë në këtë se rasti ka kena mërgjën. Kena folë ashtë në këtë me kena pjesë, por e se... me ka përnë këtë i dherë dhe me të nësë të rride. Bene ko, nëse dhe me që kanë. Po, ka pas raste se kanë qenë edhe më mirë. Kena pas raste kena qurra me kalu për këshira, shumë më mirë se shpive. Edhe dhe shme edhe vejtë. Edhe shumë e tajë. Shumë e tajë. I gotë të këtë sëndë kush. Ma më shnej ty të tjetë? Ati e hadhi më tim? Ti të në 6 pro? Shjetje në të ullë. 6 zyush. Zyush. Ka ashtë në 16 vota pro, kundër 7, shënim 7, me ato. Atjerë të dojmë pikën 7. Projekt vendim për rishërtimin e vendimit numër 46 të administracionit të Institucionit Teknik Bashkia për vendin e përdorim me afat justicar si përfaqe për 5 hektar për artë generator stacione objekte për faqe e tjerë dhe 3.909 km rrugë për të lidhur me sipërfaqen që do të jepet në përdorim. Dhe 6 km 700 metër në linjë transportimit të energjisë elektrike në ekonominë krijuar nga Adrëneti. Për këtë pikë të analizë në vërtetën inxhinieri Mark Suri. Disa shënime dhe kërcimeve që kanë të përfituar, është shqiptuar dhe i herë për i kënime, dhe du parashit në kërcime për kapsë. Për këtë pikë në ditë nga nga marrë një si Këshillë Bashkiake herë, por është për rishërtim për të Disa kërcime të baza ligjore që kanë përfituar. Në personale deri të 25 është marrë avënime, dhe kemi edhe dhe bërë kusurit për shqiptim. Gjone kërcimin e kemi konformimit dhe vërdimin e pështuar dhe pleshë.
Ka kush një pyetje në diskutim? S'ka, ja edhe vetëm pikën 7. Pro? 16 vota pro, numër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Fillojmë me pikën 8. Projekt vendim për një ndryshim vështet në vendim numër 37 datës 24/5/2024 të Këshillit Bashkiak për dhënien e përmbledhjes me afat në liçar sipërfaqes prej 0.5 hektar të cilin pushimi e teknikë shëndetësore shoqërore dhe ndërkombëtari turistike, kampingje, këmbëlorësh, mjedise sportive, shpellose, kulturore dhe turizëm e tjerë në ngastën 3 dhe ekonomia gjatë në edhe për këtë pikë permetis në laborator inxhinieri Maksut. Edhe për vendim është më vitin 2024. Bashkë shkëllim nga prefektura për arsyes të plotësimit të obligacionit, certifikata franceze, cila nuk ishte dalë favor Bashkimit Evropian në kohë. Me dalën e certifikatës franceze, ose që sipërfaqja 0.5 hektare, nuk u përfshije gjitha nga certifikata franceze, u përfshije edhe 0.5 hektare. Për këtë arsye, e kemi shëtuar prej venimit dhe kemi sjellë për vendim marrë kusuri në sipërfaqe 0.5 hektare 0.5 si kishte një vend. Ka pasur sipërfaqe për arsye të certifikatës franceze, që nuk është përfshirë në këtë sipërfaqe. Ka kush në pyetje, edhe këtë kena miratuar si Këshilli Bashkiak. Është për ndryshim. Dokumentacioni gjeni për para, ku shkon një pyetje? S'ka atje. Po zhyt. Ato asete kanë marrë për qëllim biznesi. Edhe mund të pyetje, ka fate kohore në lidhje me nëntimin e një biznesi që ka një humbje apo të cilat i parashikon që i kërkon të qëllim bashkë. Se nuk sa shumë vite që kërkon, për s'ka më kur janë. Dhe e rinë të prapë. Kishe dasja. Se të lidhët e me punësimin, së me thanë. Që parë qëllimisht që me punësuar dhe me zhvilluar kërën. E shumë dosha me vite, a ka afote kohore. Kjo sipërfaqe nuk është marrë me qëra si herë, pasi Një ka masimi tjetër që janë marrë me qëra. Edhe kjo për herë parë, do të merret për i qëllim. sipërfaqja jepet për një afat kohore. Në 5 vjet, 10 vjet, 2 vjet. Pa, e nga kujtës vjeqin, a bëhet, Marra 5 vjeqin. a realizohet. Në rrasë nuk ka bërë me, përmërojnë pagesën e qëras. Nuk ka thjesht një pagesa qëras, por është qëllimi për të bërë. Ato investorë, Qëllim me qenë për investime nas, por pengesa ka që kanë investu, ka që kanë ngellë në mbrë për shkak ma të efektivisht. Munges mos ligjore, cila Munges për? ka munges mos ligjore, urbanistika, cila do të marrë dhe i leje. Pa marrë leje të urbanistika në fund vazhdojë në ti. Pa të thotë, do vajnë në tim rrugë i kë. Një kë, si me thanë një sitora të qëta. A pa vatru, dhe se e qëllim me vatru fjetë, a shëtia, përse Do të marrë leje të ndërtimit të zyra urbanistikë, si të vazhdojë në një. Në fund dhe vazhdojë pa leje. Në fakt të thonë që leja va, ne marrë, kjo është i marrë. Pastaj për përvazhdimin e përmime pa leje urbanistikë, në fund vazhdojë. Kjo që është profili qëras. Ka një arsye që edhe për 9 vjetë, në qo sa i marrë ati 9 vjeqarët, nuk e ka bëhet investimin, në shumë të në rrëtë për dhe ata ma. Ka funksionon me ata ma. ka kush në pyetje tjetër? S'ka. Ja hadë në ty pyetje tjetër, pro? 16 vota pro, unë s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Ne fillojmë me pikën 9. Projekt vendim për rishërtimin e vendimit numër 44 datë 29/8/2025 të Këshillit Bashkiak për dhënien e përmbledhjes me afat vjetëtar për parqen e atar sipërfaqe për 5.3 hektar, 5 km 250
me të rrugë. Në përgjithësi janë e gjithë në vetëm inxhinieri Maksuli. Siguriteten, siguritari, oude geruststelling, dat is mijn slag niet meer hebben. Functionaliteit die is de mens. De zesde toer van hem. De nieuwe situatie, donazione. Che vede struttura che inizia tutto si riesce a passare. Ma se oggi si fa su questo di fare ciò, non si vede il padrone per la giornata. Ne conosci due padroni. Alla përkëti në ditë gjena kabuni e shqipin të shpet. Në kja është për ishë qërtim, të që rogës në shqipin e janë, të pigën non. S'ka. Atje e halë të pigën non, pro. Dresh më duhet pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratorë. Atje filloj në pigën 10. Projekt vendim për rishqyrtimin e vendimit numër 45/29 i Tetit 2025 të Këshillit Bashkiak për dhënien e përdorim me afat 10 hektar sipërfaqes për 3 hektar për argjenerator, stacion, objekte për klasë e tjerë dhe 4 km 63 metra rrugë për të lidhur me sipërfaqe që do të jepen në përdorim në ekonomi gjatë mirë. Edhe për këtë pikë të ndihmë, ardhën inxhinieri Maksuli. Ona që shkoj vendim, është për rishqyrtim. Pasi është ma vendimin e navigativit të Ministrisë së Këshillit Bashkiak. Është kryer nga prefektura për përcim, është përcim donacioni efektuar dhe përcim për rishqyrtim. Dhe të përdorim është stacja për 3 hektarë, që të përdoret për argjenerator, nova në ekonomi zero gjatë mirë. Për këtë pikë në halë kjerë dhe thënë është kalu i kjerë Këshillin Bashkiak. Është sjellë prapë për rishqyrtim. Ku shkon në pikën e diskutim? Po. Kjerë halë në votim? Pikën dhe? Pro? 6 muaj pro, kundër s'ka, shtenim s'ka, mjetohet. Përmës. Atëherë, filloj me pikën 11. Shërtim dhe diskutim i peticionit për hapjen e një qerë dhe kursit publik me drejt në Bashkinë Vodens. Ky është një projekt vendim inicial në Këshillin Bashkiak nga një shoqat që quhet Qendra e Gurës Hapat e Vet, në bashkëpunim me gratë që kanë marrë aktivistë komunitetit, kanë marrë një peticion për një komunitet në bashkinë tonë, në territorin e bashkisë tonë. Kanë lënë rreth një 500 sa firma për ngritjen e një kofti qerve me drejt për në bashkinë Vodens. Po, Samia. Kjo gja diskutuar për sa vite, që e kam në faktën të 2005. Dhe e mendoj që është shumë e drejtë, sepse Bashkia Vodensi mos me pas dy qendra administrative shumë të fuqishme, siç është Vodensi të Buçani, që ka shumë krahasime të lirshme që mund ndohen në punë, po nuk mund se s'këtë punë i ratë të vitë të punë. Dhe bugjeti i bashkisë ashtë mundësia me bërë qëta në favor të punë. Dhe unë jam tësisht dakord me atë kërkesë, me atë peticion
që janë organizata në hanga të drejtë, sigurisht të dhja, lidhje me këtë problem. Edhe të bëjë realitet, edhe është mundësia 100% të bashkojnë gjithë posat në si qytetarë, edhe organizata gjithë, që ta nevojt ku u ba. Nuk ka skeq u ba në dy fshatë, në dy qana. Qoftë bashkinë në Vades, atje në Lakshmi. Qoftë edhe në fshatë. Se është në një me favor të komunitetit, plus asaj që ka ekzoda të ligjit, ku ataja që marrin një ekonomike kanë ata së pasitë të ne, u qëjtë në ata së pasitë. Unë jam dakord. Vamos me repetir direito? Nem que escolhemos o mesmo. Të bëjnë shërëm se në shashtë në nevojshëm. Është një procedurë realizuar, nëse kemë provu kërkesën, nëse kemë provu eleccionin, në bashkë, atë një procedurë realizuar, janë bërë një shkresë zyrtare juridike në bashki, për me të bazë realizuar është e sape, që vazhdohet zyrë stasimit në bashki tonë. Pa më arbete është që kjo, me fjallë, këtë peticion më bëjë zbatushëm edhe me hi në buxhetin e vitit pashëm, se zbati dhe qanë, ma dhe në e të rëzit, të nacionet ndryshme në programet. Ata të një ku realizore amansë të tizë, të penalë konferimit. Sot, në në këshiva shtojë vetëm për diskutim, për me e fut në buxhetin e vitit pashëm, bashkarohen në komisionin e arsimit, skati, edhe të shpejta vërgjit për me fut në buxhetin e vitit pashëm. Ja është në senë të arsimit. A një në hanë këtë? A një në dakord? Just my pro, në s'ka, s'ka, s'ka. Atëherë të tike në lëtë në diskutime të ndryshme, ku shkojnë në i gjatë dhe i kupë Këshillit Bashkiak, apo Bashkisë Vëdajs, edhe në kryetarja shtu. Ku e mirë? Unë si antar i Këshillit Bashkiak të së tërë, që në të bëzmaj, shkolla, e që në të si marë si jasë. Ma të i dy shkollë se të se në gjë funksionë. Edhe ko aty po e në bënë në kohë, një ka shumë tjere të funksionale. Nga të për ju për mund të dy, që që nga të përzorë në po ka në e mësi se në përkot dhe për të shumë ka funksionale. Dhe po mirë, është shkolla që përmenin ma shumë bashkë tonë, Në kësë mash ka në shkollë të rrasë i ka shumë të pikërisht projekt përmenin ma shumë. Kushte e të mira, kena balë një kërkesë të Ministria me kajtë mujtë me na financu sigur për shkollën e pushtatit. Se realisht të duhet një investim të manë që tjetë kushte bashkëore, edhe për numër në fime që ka e shkolla, është në shkolla në më shumë zonë që më në bashki. Për nëzime të leta të rëshojmë të ndihim, për shpresojmë që në mërëndat edhe fondi që në ta di shkolla rejnë kosmos, se realisht është një investimi në emergjente, po, në blizona këtë, si thamë, janë shumë emergjente edhe. Aty po me shkollën me këty, do shkoj vetë. ose? Do shkoj vetë, shkoj vetë. Po më shkëm gjatë tjetër? Edhe i vizë tjetër. Bërë. Lidhje me antarët e Këshillit, në ta se po te për njërë, të ta në nga punët kretë. Të ta një vemë punë të vakë, në ashtë e mundën, ba një kërkesë të një qëka, që çdo antar Këshillit që moment parë Këshillit, pa respektiv, po të një shpërblimi, ose në pas mëngresave të një që të mandati. Sepse, gjithë se cili e ka marrë atë mandat, në orë me ata një mendim, me një artu një shka, jo më smarë. Sa më? Në mësë që i ka marrë këtë mandat, një në komunitetit, se është të i komunitetit, i ka marrë dhe votë një mund, me ma këtë pa thamë shurë për një gëdalit. Dhe në parë, në anë ligjore, se në sakjur duhet në pasë, edhe pjesë.
këtë bëhet, po është shpërblim as ta marrim. Një tonë sa do i bëhu, shkoj për atë shkollën do të mos jetë pas pa përpara. Sepse kanë jas dy përdoren zgjidhje për det. Me një ankar shit. Ska tam se këtu nëse ata të mund të vëdisë. Imagjina sa të bëjë gjë. Po, si, po sëri. Ne të diskutu për a i në raport për atë situacion që kanë gjuhu. Ka krye, në ka gjuhu. Këtu që bisedon, zotë e të mirë, janë për e i ka të nërshme. Qa kena? Mirë, kërë që të t'i është këtë mos e drejtë, bashkë me sekretarën e Këshillit edhe me zyrën e juridike në bashkinë Lotës, në do të hartojmë rallën tjetër të bimi projekt gënim. Lërën e rallës tjetër, shpresoj të bimi një projekt gënim me marrë masët dhe me thënë pakën u bazun ligjë dhe rregullore të Këshillit Bashkiak për një dhe me thënë një antar Këshillit, pa arsye, si moment. Nuk vjen, nuk njofton. Pakën, që se ti ku shkoj hall familjar, edhe ne në punë diku tjetër, kur kena i puni hall, faleminderit na kanë marrë për bazë arsye, a kuptoj. Kjo është domethënë se nuk e vret kush më anë nuk vjen. Këtë rallën tjetër, prandaj që do të shërtojmë dhe do bëjmë një projekt dënim me marrë dënim që i bashkë. Që një hek shpërbimi për mungesën pa arsye dhe 6 mungesa. Gjatë mandatit këtë vjeçar të një antar i Këshillit, në 6 mungesa me 2 mandat. Mirë me ekse në për e të dalë me zort, ma, nështë s'do me nej. Ndoshta s'do me nej, pse S'do me nej, se me dalë me zort. S'do me nej, nuk i din telefonit, kur shkar puna mund djekë. Të rishë. Nësë më mbëdojnë për ligjë. Nësë mbëdojnë ligjë. Jo, ma, s'do të ligjë për e të Atëherë, deklaroj në ndërmjet, faleminderit.